Në rastin e Malishev është një rast shumë i rëndë, për shkak se këtu kemi të bëjmë edhe me dështim të institucioneve. Rasti është se gruaja në prill të vitit 2025 e ka denoncuar bashkëshorten e saj për dhunë të tmerrshme fizike. Ajo që ka përshkruaj në lëndën e prokurorisë është e tresht. Sot ta lexosh është e tresht. Rënqethesh kur e lexon, mirë po për gjykatën tonë duket se ka qenë as pak e mjaftueshme që t'jap një dënim të merituar autorit të dhunës dhe të krimit, duke e lënë të lirë. Madje pse i kanë dhënë 5 muaj dënim, ata kanë bërë të arsyeshme që t'i heqin në 2 muaj të tjerë dhe pastaj ta lirojnë kinse personi është penduar. Dhe kemi me vrasje të dy fish në Kosovë. Përveç kësaj, se tregon që kemi një problem institucional. Institucionet e vendit nuk funksionojnë dhe nuk funksionojnë në Flora, po e them më shumë kur vjen në rasti për dhunën ndaj grave, për shkak se pse mendon që ndodh kjo zona? Si është e pranueshme dhuna ndaj grave? Ta rresh një grua është normale, në shoqërinë tonë, në shoqërinë shqiptare është shumë normale. Me rrej gruan është gjëja si me hangër, po gënjejt, Flora. Prandaj, pranohet aq lehtë, nuk shihet krim, nuk dënohet as nga gjykata, sepse edhe në gjykatat, edhe në prokurori dhe kudo në institucionet drejtësisë dhe të sigurisë kemi të bëjmë me njerëz që e kanë këtë mentalitet, që e kanë këtë edukim.